të sinqert për të gjitha ata qytetar, intelektual, personalitete që shprehen dëshirën dhe gatishmërinë e tyre për të përballur në interesin më të mirë të qytetarëve të Tiranës me të keqen që ka vetëm një emër, Edi Rama. Faleminderit. Do kemi një kandidat një emër sot, zoti Berisha? Shpresoj se po, por do ketë diskutime dhe me koalicionin. Shpresoj se po. A kanë ardhur shumë propozime nga kandidat pavarur? Janë disa. Janë, sepse ka që e kanë shpall publikisht, ka tjerë që më kanë dërguar, kanë shprehur dëshirën. Cilët janë emra që kanë shprehur dëshirën ju? Emrat më të njohur. Tani, emrat më të njohur janë bërë në publik, i keni mediat, edhe disa prej tyre i kam mësuar nga ju. Unë i kam mësuar nga mediat disa emrat prej tyre. Ato që janë akoma në... Të tjerë janë pedagog universitetesh, janë personalitetet ndryshme që do të marrë përpara miratimin që t'i bëj publik, se ata kanë ndjekur rrugën të mi dërgojnë këtu dhe jo të bëjnë publike. Sot Kryesia e vogël e zyrtarizon kandidatin kryesor për Tiranën, zot Berisha? Do merret dhe mendimi i alatëve, se jemi me një përpjekje të përbashkët. Demokratike do bëhet sot i ditur? Shpresoj se po. Se kjo ka qenë afatet, kanë qenë këto. 48 orë ditë. Po. Faleminderit.